njëra nga risit e këtyre zgjedhjeve është edhe në AK. Për herë të parë, pejse është themelu AK, do të ketë në këto zgjedhje një kryetar të ri dhe një bartës liste të ri. Pra kur them të ri, nuk tham as të ri në parti dhe as të ri në politik, por si funksion dhe si i ri si funksion. Fjalën e kemi për Ardian Xhinin, i cili është kryetar në area i AK-s, me datën 24 apo 21 maj, sa ke Xhini se po harroj, 24 maj kime u konfirmu përmes votës si kryetari AK-s, je po ashtu bartës i listë, është për herë të parë pse ekziston AK që Ramush Haradinaj nuk është numri në listë, është numri 11. Dhe këtu kemi një risi në skenën politike, e cila është, për mendimin tim, jo vetëm figurative, po edhe domethënëse, por është edhe një sfidë për Aleancën e Ardhmërisë së Kosovës, sepse për herë të parë po garon me një kryetar të ri. Xhini, a u akomodu AK-ja me Xhinin, me Ardian Xhinin si kryetar të ri të AK-s? Nuk e kisha qujt akomodim, unë jam i akomodu me Aleancën edhe Aleanca është akomodu me ne që se ekziston, po për ne është ndryshim i madh, dhe për mua është ndryshim i madh. Për shkak të rrethonave, për shkak të gjitha fakteve që gjithë i dim, kryetari Haradinaj është kryetari joni historik, është themeluesi i partisë, është simbol edhe i Kosovës, jo veç i Aleancës. Natyrisht është simbol i Kosovës. Ky është ndryshim i madh, po që është, mirë po nuk ndryshojmë në orientime, në bindje, do të kom thonë disa herë, po e them edhe me ty, të orientime strategjike për zhvillimin e Kosovës, për aleancën me NATO-n edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për ekonominë e zhvilluar, për energjinë që janë esenciale. Aleanca nuk ka nevojë mja heq asnjë presje orientimit vet edhe programit vet, dhe unë kam me ndjek atë orientim, jam i bindur që është orientimi i vetëm që e nxjerr Kosovën prej situatës në cilën është. Kemi me sofistiku edhe programin, për shkak se ai sofistikohet vazhdimisht, kemi me vazhdu. Kryetarin Haradinaj e kemi me ne, nuk ka heq dorë prej Aleancës, tamam puna. Është në listë, po që është në listë me numrin 11, ai ka lyp më kon këtë në fund, por ne mendojmë që ka qëndash më kon afër aty. Nuk e kemi asnjë humbje në kualitet, asnjë humbje në ndjenjen që e kemi për Aleancën, pa tamam puna me pas dikush, edhe unë po besoj që kemi gjasa me befasu gjithkohë në Kosovë. Gjini, unë nuk u fokusova shumë të programi dhe për shkak që ndronë AK-ja, të pikat e trasha, të qendrit e djathtë të politikat e energjisë e tjera, sepse je nga figurat kyçe të AK-s që nga fillimi i kësaj partije. Vitet fundit de facto në një farë forme je gati se edhe kryetar. Pra i ke ndërtu ato politika, nuk je pasus dhe përcjellës i atyre politikave, je ndërtues i atyre politikave. Bashkë ndërtues, ka marrë pjesë. Në kuptimin e bashkë ndërtuesit. Pra unë nuk prita shumë ndryshime aty. Megjithatë, përkundër këtyre politikave të bazamentit politik të AK-s, çka sjell Xhini? Si të ti, sepse secili kryetar e ka edhe modelin e tij të punës, po e ka edhe modelin e politikave që i bën, ka një model të vetë. Po, muj me thonë kështu. Çdo njeri është i ndihshëm në diçka më shumë se diçka tjetër. Në ato që ka qenë i ndihshëm shumë zoti Haradinaj, dikush tjetër mund të mos jetë i ndihshëm shumë. Unë kam model të punës, e kam ndërtimin e formulave. Ndërtimin e formulave të cilat e ndihmojnë partin po që po në këtë rast edhe Kosovën me mrit të caku. Tash, unë po i thëmë mënyrë të thjeshtume, bindjet e mia që ma tepër mundën me uqujt edhe metodologji ose metodik. Unë besoj që ne duhet me përcaktu cakun si vend. Caku nëse ekziston, atëherë përcaktohet edhe drejtimi, cili jo drejtimi për me emria cak. Pas drejtimit bën strategjit. Qysh? Qa në kupton caku? Ne në Kosovë kemi një problem serioz tash me cak. Unë i thom ondër ka njëherë, ku kemi ondrën.
edhe spjegoj në mënyra ndryshme. Në vitet 90 na kem pas një ondër. Nuk ka mujt me na prish kërkush atë ondër. Ka qenë ondra për pavarësi, për liri, për demokraci. Edhe prej Kaçanikut në Leposavić përjashtoi një komunitet serb që është, ose prej Gjakovës në Podujev, këndo që e ke pyet, e ka dit që është ondra Kosovës, që është Coku. E ke mri, me shumë mund, me gjak, me djerës, me rezistencë e ke mri. Sot e kemi problem nëse e pyesim një qytetar të Kosovës, cili është Coku, çka do i me mri se Coqe duhen me ekzistuar në vazhdimsi. Nuk ekziston një cak edhe me unal. Sakt. Sot kemi problem. Shikin jetë, vazhdimsi ki Coqe të reja. Absolut. Tash sot për shembull e kemi problem me gjetë një konsenzus bazik në Kosovë çka po dojmë me mri. Cili është Coku i tashëm i AK-s i shoqin sipas gjinit. Veç po du me dalë aty. Cili e kemi problem si shoqni me spjegu. Edhe unë besoj që shoqnit, pavarësisht partive politike, duhen me e pas një ondër, duhen me e pas një cak. Tash, kur e ki Cokun, e thashin na duhet drejtimi. E drejtimi na bjen të ideologjit partijake. A është drejtimi majtas, a është drejtimi djathtas. Cila rrugë, cili drejtim, sjell ma shpejt në cak, jo me ndru Cokun. E atëherë normal që strategjit janë strategji qeverisë dhe politike. Unë jam të punu me e definu me sa ma shumë njerëz Cokun, edhe unë besoj që është i definueshëm lehtë. Coku është një Kosovë e fuqishme ekonomikisht, e integruar në botë, me një reputacion të mirë, me sundim të ligjit, serioz sundim të ligjit, jo fals, e sigurt, me siguri, atëherë devolon të energjia, se nuk mundesh me pas vend zhvillum kur nuk ki energji, kur nuk ki legislacion të pastër që e mbështet biznesin, kur mohohet iniciativa individuale edhe e të varfrit. Se e djathta fundit krijon kushte që edhe nëse dikush është i varfër, me ja dhon mundësin me u pasunue, jo me i myt të pasunit, se nuk shkon kështu. Kërkun botë nuk ka ndodhur me i pasunu të varfërit, tu i varfru të pasurit. Mirë po tu e kriju mundësin që edhe një ideal si një Zuckerberg mi përmena ashtu, prej kur shkafit pasunohet. Kjo është qëllimi jam, kjo Coku që du me ndërtu. Këtë cak, pa e spjegu në këtë mënyrë doktrinare, e kanë pasë dhe tjertu, nuk përthom që une e qpika Cokun, po duhet me afru njeriun të këtë cak, ideologjit politika atyre në diçka tjetër. Ana qëtë ma shpejt. Cila, fundit pyetja është çka të bjen ma shpejt, atë bje majta, atë bje djathta. Unë jam i bindun që e djathta na sjell në cak. E majta është rishpërndarje, nuk është krijim. Tash është Coku i Kosovës, Zini. Për shembull, gjitha vendet, ta themi kështu, Ballkanit Perëndimor në për vite cak kanë pas integrimin në Bashkimin Evropian. Në NATO është nevojë e Kosovës dhe nevojë disa shteteve kohëve të fundit, po. Ato ka qenë cak në veti edhe integrim i kanë nënkuptu që duhet me u bë edhe reformat, po dhe fuqizimet tjera, ekonomike, në drejtësie, gjithçka. Ne, të na, ka vite që flitet fare për integrimin në Bashkimin Evropian, si shoqni, pra nuk flasim fare në qoftë se duhet të integrojmë në Bashkimin Evropian. Se jemi të bllokum. Dhe shumë, po jemi të bllokum, por nuk e kemi më asynim zhbllokimin realisht, dhe nuk flasim, ndonë se mendojmë për shembull potencialin për integrimin NATO. OK-ja shumë shpesh e ka përbën integrimin NATO. Ku e sheh këtë Cokun madhor? Se nëse ka qenë shteti pavarur dhe sovran, Coku madhor i deri në 2007-ën, i realizuar, çka është Coku i Kosovës tash? Apo është betejë e brendshme? Më u myt me njëri tjetrin si cak politik. E kisha rrotullu pak edhe kjo që e tha fundit betejë e brendshme është ndoshta ndër problemet kryesore që kemi edhe po du me u kthy. Shiko, nuk mundet me qenë ekskluzivisht cak integrimin në Unionin Evropian. Sa atëherë duhet me shtru pyetjen pse. Pse me u integru në Unionin Evropian? Unë e di përgjigjen edhe e dua të përgjigje. Unë jam shumë pro-europian. Për shkak se na rritet siguria, na rritet mirëqenia, bëhet jeta më e mirë, na ikin më pak të ri prej Kosovës, krijohen mundësi të zhvillimit. Do të thotë qëllimi është me jetu më mirë njerëzit, me u zhvillu. Edhe BE-ja nuk është cak në vetvete, është cak i cila na bën po si përkatësi europiane e gjitha tjerat. Unë po ju them që Kosova duhet me e ndërtu ondrën e vet. Ondra është me bo një shtet ku njerëzit mihen të lumtur, dojnë me jetu në Kosovë, dojnë mu kthy në Kosovë, ku e kanë sigurt pensionin edhe të mirë, ku e kanë shëndetësinë e sigurt, ku kanë iniciativen e lirë të sigurt, me qenë sigurt që nëse e nisin një punë, gjasat i kanë reale që e kryjnë, edhe pasunohen, nëse nuk po flasim me u pasunu me u bo milionera, po të paktën
e kanë jetën e parashikueshme për vete dhe për fëmijët e vet, me i shkollu që duhet. Që është ondra, duhet me njek këtë ondër, Një prej problemeve serioze të cilin e ka Kosova është prap doktrinar është. Na kem lidh pa vetdije, gradualisht, nga pak, çfarë do progresi serioz në Kosovë e kem lidh me njohje prej Serbisë ose me relacionet tona me Serbinë. Bindja ime e plot është që Kosova duhet një moment caktum, shpejt. Kosova, jo unë, jo një kryeministër tjetër, cili do që jemi, po Kosova në bindje të veten. Serbia po na thot s'dum ju njoft. Edhe na duhet me i thonë më falni këtë shprehje punë e madhe, as na ty s'po dojmë të njoft, po dojmë me zhvillu që të vanë. Që i bie çka, me dalë Kosova nga negociatat me Serbinë? Jo, nuk ka nevojë me dalë prej negociatave, po mos sepse ato kënë se do të çojnë te njohja. Kjo është thjeshtëzim, jo, nuk çojnë. Bindja ime e plot është që nuk çojnë. Nuk çojnë, po edhe ne kam nuk çojnë te njohja. Nëse nuk na çojnë te njohja, ne negociatat i vazhdojmë se kemë pas çka me negociu me Serbinë. Tregtia e lirë, telefonia, çat dush bisedojmë na. Por jo për njohjen. Po na nuk thojmë mo e bëj këto se Serbia s'm ka njoft, ose nuk e bëj këto se Serbia nuk më ka njoft. Na i kryjm detyrat tona. E zhvillojmë ekonominë tonë, pa ndam njohjes. I ndërtojmë marrëdhënie ndërkombëtare pa ndam njohjes. Edhe Slovakisë shkojmë i thojmë, Serbia nuk ka në nje, se jemi në kurth. Nuk më intereson am një Serbia, ti ki me mjoft. Jo kështu me gjuhë ashpër se ata janë sovran me vendos, fundi. Mirë po, duhet me u çkap prej njohjes prej Serbisë. Po ju tregoj diçka çka është kurthi këtu. 5 vende mos njohin që në tepër të rëndësishme për ne, se 4 prej tyre janë edhe NATO, 5 janë BE, thojnë na nuk ju njohim pa ju njohur Serbia. Pse më na njoh Serbia neve nëse ky është kushti? Kurr nuk na njeh. Duhet me zhvillu Kosovën pa e pas mendjen te Serbia. Heq bre mos me mendu, nuk po na intereson ajo pjesë. Kur gjo Kosova Serbisë nuk i ka premtu, kur nuk i kem premtu. Na i kem premtu Amerikës edhe i kem premtu Evropës, që kemi kry, ne 2, 3, 4, 5. Nuk i kryim për hir të Serbisë as njonën, po i kryim për hir tonin edhe për hir të partneritetit që e kemi. Veç me u çkap prej Serbisë është e para, edhe e dyta, që më bjen të pyetja jote është kështu. Kemi rrshit në një situatë në cilën këtë politika është shëndru në kush o maj poshtër e kush o maj mirë. Këta janë krejt të poshtër, na jemi krejt të mirë. Tash dikush thot, une e kom bo lugë, po tash jo marrë dhe e ndreqi. Në Kosovë ka munges të vizionit për të ardhmen. Që to jom të edhonë, me ndërtu ondrën, me ndërtu vizionin. Nëse na kemi pas një ondër të përbashkët, atëherë mo ka me qenë shumë ma pak e rëndësishme kush është kryeministër. Për nërë ka me qenë shumë ma pak se nëse gjithë e synojmë një cak, ka me qenë ma pak e rëndësishme, gjithmonë është rëndësishme, nuk përdu me abstrahu, po ma pak e rëndësishme. Sot rëndësia ma madhe është jo çka kemi me bo, jo çka kemi me arrit. Nuk ka radhitje të caqeve, po ka unë kom më konë kryeministër, thot njoni, i du 60% dhe ti e vetë, pse, çka do me bo me që ato 60%? Nëse e ka i lyp 60% veç për mi zgjedh presidentin ton, mobre se e tu na hup kohën, trego çka do me bo, a do mi bo termocentralet e reja, a do mi bo hekurudhën, a çka do me bo, se diçka duhet me i kallëzu këtij populli, edhe cila është arç ideja, që është vizioni. Dikush tjetër thot ajo koli poshtë, do të thonë ka rrshit në tentim për me e marrë votën e popullit, veç të ja këqyrë syt njëri tjetrit, në falin shprej kushtimisht po flas kështu, ai ka dverdh, unë i kam zi, kemi rrshitën në këtë pikë. Jëm të edhon një zgjidhje bashkë me këtë kolegët e mi, përkthimi i kësaj zgjidhje nuk është kur gjo e re, se na dhe para 20 vjetë e kem insistu që Kosova duhet me kriju kapacitete energjetike të vetat. Se nuk mundemi me u varë prej dikuj tjetër, e sot varemi prej Hamovicit e prej mafis energjetike. Kemi bërtit si aleancë, më dhonu nuk jom të sjell të re këto në tavolinë. Në fakt, keni qenë, realisht keni qenë vetmit që keni qenë kështu të palë kundër. Madje e kem provu, i kem qu projekte deri në cep të realizimit. Po ka funksionu mafia energjetike, sidomos armiku ynë maj madh. Ka gjetë mënyra, me na bindë mënyrat më të çuditshme që s'duhem na me i bo termocentralet. E që ku jemi sot.
80 euro me çmim të garantuar të kontroll globalit shembull ta marrim me ken pas, atëherë na thënë në tepër shtrejt. Sot është mesatari janë 150. E na çat çmim e kishim pas edhe sot 80 për megawatt. Ose për shembull mund befasona astrit shumë kur e kom thonë edhe diku, po e thonë edhe të ti, se vlerë mi thonë, vjen dikush në Kosovë, edhe njerëz të ndëgjojnë, edhe për vendimet tona më të gabueshme, na thot mirë keni bu, e për vendimet tona më të mira, na thot keq keni bu. Edhe dikush e implanton Varoufakisin, me na dhon intervistë njërin prej televizioneve kryesore në Kosovë, në prime kohë të dielen, një ish ministër që edhe Greqia vete ka përzon, e kanë hek, edhe ai vjen a thot neve, keni bo mirë që nuk e keni pranu gazin Amerikan, edhe keni bo keq që e keni pranu euron. Shiko, këto implantimet shokve ideologjik të një politikani në Kosovë, me ardhe me na rrotlu komplet bindjen neve, me sofizma idiotesk, e me asit demagogjie, ku jemi të jetuna, jemi normal na si shoqni. Edhe unë vetën për shtis, për ju thëmë tjerë vajni ju, a jemi na normal. Ku ju ka desht, ose ku i duhet, me ardhë me na folë një minister i dështum grek, një neokomunist që i ligjëron marxizmin alo, me na thonë neve keni po mirë që nuk e keni pranu gazin Amerikan, e keni po keq që e keni pranu euron. Njoni është vendimi maj gabushëm i mundshëm që se keni pranu gazin Amerikan, e tjetër është vendimi maj mirë që e ke marrë najherë, që e keni pranu euron. Në fakt që na kanë dhonë, e se e kemi lypna, se nuk na kanë lutë ata na mi pranu. Kosova duhet mu kthjellu njëherë, duhet me ardhën sens të vetin. Na dim qysh mi bo që të shtetë, mos na qërdit një rrugën. Qemi të bo sot, nuk është rruga për mi bo një shtetë që e dojmë, që e kemi ondër, nuk është. Pse e kam përshtypjen që diskutimi mbi Serbin ka shku duke u rritur në për vite. Fatkeqësisht. Ka shku duke u rritur në për vite. Politika kosovare e ka pa Serbin si pjesë të procesit elektoral. Njësë që shëshe një pjesë e mirë, edhe politika në Serbi, Kosovën si pjesë të procesit elektoral. Po mos të kishte betejë me Kosovën, nuk dhe të ekzistonte për Serbin Vučić dhe partia ati, për mendimin tim, do të ishte Serbia shumë ma liberale, nuk e jenë goje kur, po as ne, pse është ka shtirë për politikën kosovare të heket Serbia? E kemi po që në për vite, jo vetëm këj pushtetit tashëm, po dhe pushtetit e kaluara, në momente kur kishin kriza, sajonin probleme, se nuk është shtirë të sajonin problemet me Serbin, se Serbin e kemë gashme për problemet gjithmonë, sajonin probleme me Serbin. Edhe është këj momenti kur Kosova, si me thonë në bashkësisë dërkombëtare, më duhet i thot, mos punoni mas për asjo për njëri Serbi, s'ke nevojë. Hajde merrem vesh që mundum, po merremi vesh me juve çka duhet ne me bo vetë dhe me Serbin, por beletsu jetën e qytetarëve dy palëve. Po heq po, as mos na kërkoni gjë për njohje se nuk na japin edhe ecim përpara. Unë po besoj që gjithë njerëz që sepse ne po japim gjithë diçka për njohje, po kur njohja s'po bëhet. Gjithmonë kur gjë nuk duhet me lidh me Serbin mo. Duhet me këput. Po pse po është kaq lehtë me lidh me Serbin? Që të tregoj, shumica e njerëzve që e studiojnë. Sepse më është një parti që e lidh këtë skenën politike kosovare me Serbin sa herë dën e hiq. Kjo është një ndër problemet thelbësore, po me siguri sot nuk kemi kohë më ulshun to, veç po tregoj kështu. Nuk ka njëri që e studion politiken, edhe që e njeh politiken, mi studiu nuk po dhom veç me vrojtu, po mi studiu, që e din që Serbia ka me na njoft vetëm atëherë kur neve s'ka me na u desht hiq ajo njohje. Përderisa na kemi nevojë për atë njohje, ose e tregojmë nevojen për atë njohje, ose edhe amplifikojmë atë nevojë, pa pikë nevoje, nuk ka gjasa me ardhë një kryeministër ose një president Serbi i cili i thot popullit serb sot unë e njoh Kosovën. Nuk ka gjasa. Kjo ka me ndodhë në momentin kur na kemi me qenë të zhvilluar ekonomikisht, edhe ma të zhvilluar se ata për capita, për kompanori. Në momentin kur trunin tonë nuk e komandon Serbia. Fatkeqësisht trunin e këshilltarëve të Kosovës është duke e komandu Serbia. Edhe me fajtonin. Me fajtonin, jo. Absolutisht. Na duhet me emri gjendjen edhe ato shpejt, veç për 2 cikle zgjedhore, që nuk kemi me pas pik nevoje për me na njohë Serbia. Edhe kemi thënë, daç njeh na, daç mos na njeh. Nuk kemi pik nevoje. Qysh më rrihet praktikisht, nëse na kemi me pas marrëdhënie. Por kjo është një qasje e reja akës.
praktikisht sjellja ka qenë e njëjtë edhe kryetarit Haradinaj. Mirë, po çështja e re. Veç doktrinarizim është, më thonë e shëndrim në doktrinë. Se edhe kur ka qenë kryeministër, Ramushi ka thonë du mi bo Kosovën. Atëherë presidenti tha që i ka thonë bisedoti me Serbinë, po në Kosovën du mi bo. Unë tash më të thonë jo veç dy institucione, po kretë Kosova duhet më u kthy në doktrinë të zhvillimit të shpejt, të forcimit të shpejt të shtetit, të forcimit të marrëdhënieve edhe matutje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo jetike, nuk ka frazë, nuk jam të thonë diçka veç se duhet me e thonë. Na duhet me i pas edhe marrëdhëniet bilaterale edhe me NATO-n. Në momentin kur i kemi garancat e sigurisë të pastra edhe afat gjata, që është NATO-ja ose bilateralizmi definitiv e qujon, rresht mu i me i thonë Serbisa diçka mos na një, se si e ka na vynë. Kjo lidhja pyetjen që e bone ti, gradualisht për shkak të politikanizmit kemi rrshit aty. Çfarë do me thonë kjo? Për grupet ndryshme politike, për partitë ndryshme politike, është tepër me rëndësi me majt tensionin mjaftueshëm lart, me projektu armiq të qenë të pa qenë, nuk jam të thonë që Serbia nuk është armik, po është për ne, sa tjetë NATO këtu, Serbia është tigër i letrës. Duhet me ditë. Nuk guxon Serbia kur me hy me ushtri në Kosovë, përderisa NATO është protektori ushtarak i Kosovës. Në këto rrethana, mundet me pas sot dush tenka, sot dush aeroplana, sot dush çka dush, drona, çka dush. Për ne o tigër prej letre, vetëm pse NATO-ja është këtu. Jo për shkak se na kem kapacitetet mbrojtjes vetë, hala nuk i kemi, duhet me i bo. Nëse Serbia është tigër prej letre në realitet, edhe dikush shkon të e rrit atëfar paranojen që Serbia i ka pru do tenka rreth Kosovës, i ka pru ushtri rreth Kosovës, nuk e bën për të mirën e Kosovës, e bën për një benefit elektoral me i tut njerëzit, me thonë unë jo ma i që ju rrika rrshise që kanë kana bojnë. Këto tash kanë implikime edhe në botë. Kanë implikime ekonomike. Kërkush nuk vjen me investu 100 milion euro në Kosovë, nëse këtë kohën na vetë thojmë, jemi në gjendje lufte. Nuk vijin. E për ekonomi duhen edhe disa kushte tjera, po kjo është i pari. Në vend se Kosova me kapitalizu prezencën e NATO-s, edhe me projektu sigurinë e vetë për jashto sulmin terrorist në Banjsk, po sulmet terroristë ndodhin në Berlin, në Paris, në Londër, në New York, në Washington, nuk mundesh me projektu sigurinë e përgjithshme se të kanë hyrë 20 terrorista në Banjsk. Ma ata mirët, policia, njësitet speciale i hekin. Dhe më thonë, mirë, po nëse ti thu ka mundësi me na sulmu, o ka e mbledhur ushtrim, por nërë këto janë implikime tepër të rënda se gjithkush frigohet edhe €1 ma tepër me shti në Kosovë se $1 ma tepër. Edhe atjerë shkon të zgjënu gropat depresive në Kosovë, të ja qelë vetës gropën edhe ma shumë. Për me rumullaksu, për arsye puro politike, për politikë ditore të mrendshme, vetë pa qëllim, pa vetdije, pa e ditë që ka janë të bo, e kanë kthy Serbinë prej një tigri në letër, në diçka që nga tëni kemë hapë sytë të e këqyrë. Harroni Serbinë, kur gjo s'ka që ka me na bo. Nuk guxon me na bo kur gjo, veç nëse na qmenëm i tonë. Edhe e kim dorë prej krijesës jonë. E vetë mja mënyrë që Serbia mundet me i bo diçka Kosovës, është nëse Kosova me vetdije hek dorë prej krijesës vetë. Çuditshëm. Ose nis me e mohu krijesën e vetë. Lutja jeme për qytetarët e Kosovës është, e di që e dini, e di që e kuptoni, shihni se posti i kryeministrit nuk është dhurat që ja jepni dikuj, është detyrë që ja jepni dikuj për me ju kry punët. Nëse doni me i dhonë medalje dhurata dikuj, jepjani. Jepjani Albin Kurtit një dhurat, çfarë doni. Po na jemi të lyp dikon që e qeverisë Kosovën edhe e nxjerr prej krizës, jo me marë medalje, dhurata e dekorata. Si nxjerrët Kosova prej krizës, Gjini? Unë e përmena, A e nxjerrin këto zgjedhje Kosovën nga kriza, apo e shtin në vazhdimsi krizash? E ke thënë edhe ti para disa mujve që këtë vetë mundu mi pas 2-3 procese zgjedhore. Kryeministri Kurti, kryetari LVSP thot, e ka thënë pas teje, po e thot në vazhdimsi që ka me që zgjedhje dhe sa ti bëjën ti marrë të gjitha. Prej dy anëve për shoh këtë pyetje. Pjesa e parë është çka nëse ipet mundësia me nxjerr Kosovën prej krizës, çka bëj? Atyre
filozofia jame jetësore është që nëse e ki një mal me kalu, nisja. Edhe e bën radhitje në punëve që janë esenciale, edhe nis me i kry. Nuk bën mrena ditës, nuk bën mrena natës. Duhet mu kujdes edhe për nevojat imediate të popullit, se nuk mundesh me i thonë popullit, flejti një herë desat i kry punën. Jo, njerëzit dojnë me jetu për çdo ditë. Kanë nevojat përditshme. Është komplekse. Te ana tjetër, në aspektin politik, edhe të partive politike, përderisa une ndëgjoj njerëz në Kosovë, po du me pas kujdes me gjuhë, cilë thonë, po i du 60%, e nuk të kallëzën pse o ka i do ato 60%, e nuk ka me i marë ato 60%, atëherë jemi në problem na. Ne jemi në problem se nuk është qëllimi... Pse po thu që s'po kallëzën pse i pitan 60%? Kur thëm unë... Sepse po janë ndërlidhe me poste. Kur dikush thot ashtu, po i du 60%, ajo të thonë, po i du 60% se po du mi zjedhë kryeministrin, presidentin dhe kryeparlamentarin. Këtë çka fola unë deri që tash është, kur dalim në zgjedhje, politikani duhet me i kallëzu popullit çka do me bo në momentin që e merr postin, jo me i kallëzu vetë që po don me e marr postin. Se dikur na ka pas lodh të thonë dojnë veç poste, tash o ka del puro poster, me gojt vetë dhe thotë që veç poste o ka do. Kosova nuk ka kohë, jemi shumë vonë, vendet tjera janë tu zhvillu ma shpejt se na. Kjo duhet me na çmend gjithve, duhet me i dhonë vetë zërë, jo për hir të posteve tona. Po a dojmë me u pajtuna që gjitha vendet e rajonit, mos flasim për Evropën, zhvillohen ma shpejt se na, i kanë rrogat ma të mira se na, pensionet ma të mira se na, rrugët ma të mira se na. Kiri nuk guxojmë na me flajt kështu. Tash, pse mundet me ndodhë është çështje të cilën na duhet me provu me evitu. Partitë politike në Kosovë duhet me provu me evitu. Deri me datën 8 qershor në mëngjes. Na duhet me provu me u spjegu me qytetarin e Kosovës. Me u spjegu sa ma pastër që t'jetë e mundshme, sa ma sinqerisht që t'jetë e mundshme. Me e kallëzu vizionin ton, pasionin ton, ndjenjat tona, gjitha. Kur shpallën rezultatet, atëherë duhet me pa me ato rezultate, a ka me mujt dikush me i dhonë dalje Kosovës. Nëse nuk kemi me mujt, se nuk varet veç prej nesh, nuk varet veç prej një partije politike, shëqyrë zotit që nuk varet veç prej një partije politike, duhet me pa a kemi logjik mjaftueshëm si popull edhe si politik, edhe me vendosë si duhem me nxjerr Kosovën prej kësaj gjendje, nuk guxojmë me e lënë kështu. Se jemi të hup shumë në jetën tonë, nuk ka do me jetu kërkush në Kosovë. Në gati që mi dorëzu këtë vend. Unë jam tepër i shqetësuar. Po deri me datën 7 në darkë, kur kryhen votimet, na duhet me i kry punë tona, po atëherë duhet me qenë serioz me i kry punë tona edhe prej tetit. Bindja ime është që kemi forca politike që diçka tjetër kanë në mendje, nuk e kanë mendje kompromisin, nuk e kanë mendje atë cakun e përbashkët, nuk e kanë ndjenjen që nëse ndërtojmë ëndrrën, nëse ndërtojmë cakun, ka me qenë ma pak e rëndësishme kush qeveris, po e rëndësishme është vetëm kush qeveris, jo për çka qeveris, jo cili është caku. Dhe Gjini, Kjo është bregosja eme. qa preta AK-ja? AK-ja e Gjinit, ta themi kështu, nga këto zgjedhje. AK-ja ka me udhëheq prej me, po nuk është e jamja. Nuk i kom qenë shprejho. Ne po punojmë për me i fitu zgjedhjet, po jo për vete. Nuk ka naivitet këtu, nuk ka as arrogancë, nuk muj me nis e mos me synu qeverisje për ato që i thash. Dikush më ka pyet, po a e bindun që ki me fitu? Jo, bre, nuk jam. Nuk jam i bindun unë që kom me fitu. Nuk jam të thonë, kom me fitu. Jam të thonë, po punoj për me fitu. Kom me i dhonë qytetarit Kosovës opcion, po një gjoj jam i bindun, që nëse jonë këto zgjedhje, në ato tjera të fitojmë. Nëse jo në ato tjera, në ato tjera të fitojmë. Për shkak se jemi të vetmit që jemi të e tregu një arq ide, jemi të e vizatu ato që na besojmë, jemi të e tregu tregimin ton, qysh dojmë me e pa Kosovën, qysh dojmë me e pa mjekun, pensionistin, nxënësin, studentin, bujkun, punëtorin e ndërtimtarisë, punëtorin e sistemit publik, jemi të e tregu që ka po dojmë me pa. Edhe kjo është e vetmja ëndër që kam i bo Kosovën atëherë me aspiru pastër pas një dileme dhe bëhen.
edhe NATO-n, edhe krejt. Duhem me i kry detyrat tona na, me i bo jetën më të mirë, me i bo njerëzit më të lumtur në Kosovë. Nuk janë të lumtur sot as ata që kanë, as ata që s'kan. E presin një dhuratë ko paskoshme, që ja jep qeveria, gëzohen 2 ditë, mas e prapë vazhdojnë njëjtë, me pagat njëjta, me rrugët njëjta, me spitalet njëjta, me shkollat njëjta. Unë duhet me e përsërit. Dhuratat e ko paskoshme na gëzojnë. Na gëzojnë. Qa do qoftë ajo dhuratë? Po nuk na ndron jetën e përditshme për te asaj dhurate. Nuk na ndron jetën, nuk na bën jetën më të mirë, po na gëzon 2 ditë, 3 ditë, një javë. Një pagë shtesë na gëzon. Amo, nuk jemi tu e lyp që të gëzim të kohë paskoshëm me kaj dhurat, jemi tu e lyp totalin, më konë të gëzushëm gjatë. Kjo është jemi tu deshtë, edhe kjo është për çka jam të punu. Nuk jam të punu çka ndodhë këtu, çka ndodhë aty, po punojmë me i dhonë Kosovës qeveri që nuk e ka pas kur, heq kur. Kjo është qëllimi i jam, i Ramush Haradinajt, i Besnik Tajirit, i Akim Qekut, i Burim Ramadanit, i Daud Haradinajt, i se të cilit që është në listë. Dhe për çfarë qeverie po flasim, Gjini? Ake ka pas vijat kuqen ndaj vetëvendosjes. Ai ka ende. Për çfarë qeverie po flasim pas 7 shkurtit? Kjo është temë për cilën s'mendoj hiç. Zero. A do më ta tregu një ngjarje pakës interesante të vitit 1990. 1990-ën kampionati botëror i futbollit në Itali. Gjermania ishte një ekip fantastike dhe gjithmonë kam qenë fan si Gjermanisë, ashtu tepër shumë në futboll kombëtar, jo si klube. Edhe Beckenbauer, selektor atyre, menaxheri i Gjermanisë, e pyesin në një moment çka mendon për lojën me Jugosllavinë. Jugosllavia ka pas një ekip gjatë mirë atëherë, po. Edhe përgjigja e atij që i ka pas çmend këtë Jugoslavët, që na ka pas bë disa prej njerëz zemrën në Malokun, s'mendoj hiç. Mendoj vetëm për finale. Ti po e citon Beckenbauerin në politikë. Po i tash ti mesin në kry disa momente gjën ashtu që të nënvizume shumë, dhe më kujtohet. Neve na ka pas bë zemrën në mal në Kosovë, ata Jugoslavët i ka pas çmend krejt, ama në fundit po e vërtet dul. Edhe e fitoj ndeshjen me Jugosllavinë, edhe e fitoj finalen. Nuk jem të menu për atë opcion heq. Jem të menu me ndërtu një ekip, një koncept, një ondër të vizatume, kushtimisht vizatume, të thurën e mirë, narracionin dhe tregimin, cilin kemi me mjek, edhe nuk kemi me nda heq. Të kalumen nuk mujmë ndru, nuk mujmë si orakuj me ditë të ardhmen, ama mujmë me punu për të ardhmen. Unë jam të punu, jo me prit çka po ndodh edhe atëherë me vendos qysh me usjell, po jam të punu për me ndodh qashtu qysh është mas miri për Kosovën. Në kjo synimi jam. Si e ke po Gjini këtë debatin, se realisht ta themi kështu për posteje, në këto zgjedhje që je risi në mënyrën e kandidimit, jo si politikan, është kjo kandidatura e Vjosa Osmanit, rikthimi i saj në LDK. Po si po e sheh këtë debatin bëhat se mbi Amerikën, dhe kush ka qenë më i afër dhe kush më i keq me Amerikën, kush ka qenë më i ashpër dhe më i butë me Serbinë në mes Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtin, këtë debati, këtë tjetër për ati që po do me ndërtuti, si po e sheh? Dhe a ka me vazhdu kë me dominu për gjatë këti... Në një farë doze, po besoj që është shumë me rëndësi, sa ma pak unë me komentu për tjertë, mirë po, për këto që më pyte, po të tregoj kështu. Nëse nuk kanë çka me i tregu popullit Kosovës, se çka dojnë me bo, e nuk i kanë kallëzu që 6 vjetë, as njoni as tjetri. Atyre duhen me kallëzu kush është ma dribler me Serbinë, më falë shpresja nisa me futboll thashe, kush është ma lojale, kush nuk është ma lojale, kush ka më kontratar, kush nuk ka më kontratar, është shëndru në krejt personale, edhe unë e thash në fillim bashkë janë kohën të dytë, bashkë e kanë pru Kosovën deri qëtu, tash dikush thot kym kanal, ajo më kanal, unë jam tash shpëtimtari, janë fëminore për mendimin tim, janë papjekuri politike totale,
Na jemi politikanë, na shtyhim me bryla, ja thojmë njonit na herë na i fjallë të romë. Okej, na trashën kura, nuk mungoj asun në debate ko pas kohë. Po që tash, Kosova nuk ka kohë mo marë me njerëz, cilë kretë që ka din me i thonë këti populli është që ata janë të këqi, ata janë të poshtër, ata janë kështu, ata janë kështu, e kur mës me dit me kalzu, qka jetu dasht me bo i motër ose i vla. Zoti Kurti kështë dy dilema, nuk e dinte a është opozita e mirë apo e marë. Si ke pa këtë deklarata? Prap, Zoti Kurti duhet veç, menimi imi është a i letë bënë qka donë, duhet me dalë me tregu, pse nuk e ka kry asni projekt të vetëm për 6 vjetë. Le që se ka njës, pas ata egzistusit nuk i ka kry. Pse sot arsimi nuk është ma mirë? Pse shëndetësia nuk është ma mirë? Pse ekonomia nuk është ma mirë? Pse kur gjo në këtë tokë të bekume të Kosovës nuk është ma mirë për 6 vjetë ti e be 20 miliard shpenzume? Let nga kalzon bre. Po të pytesh atë, Kosova vendi me zhvillime më të lartë ekonomik. Shiko, tashti këto janë ato dromcar demagogjike në cilat një pjesë e popullit fatkeqësisht po i merë asisoj, por unë besoj që numri i njerëzve që janë të po është të rritë në mënyrë maramense. Njerëzit nuk podojnë konflikt, unë s'kom mi u dhonë atë konflikt. Njerëzit podojnë zhvillim, kom mi u tregu qa kom me bo. Njerëzit nuk podojnë tension permanent e kriz permanente. Edhe unë për ju thëmë kështu, me këtë fjallor, që nuk është i tashëm, është i vazhdushëm. është i vazhdushëm, po. Me kacafytje personale, veç pse nuk marrin postet saktume. Një pjesë politikës Kosovës që sot gëzojnë mbështetje, janë tu ju garantu një gjo, po ju garantojnë juve që kriza, stagnimi, mos zhvillimi, kacafytja, tensionet që po i shohim këto ditë tash, janë të garantume me ta, kanë me vazhdu. E fjallori e tregon këtë punë, synimet e tyne e tregojnë këtë punë. Kosova duhet me dalë për i këti rrethi. E ka mundësin me dalë për i këti rrethi. E ka mundësin. Ti rrethit keq. Si 1, 2, 3, prap po du me pas kujdes me emne. Jënë të ju me fjallor të vetin, me sjellje, edhe me akuza ndaj njëri tjetrit, pa tregu kur gjo konkrete, veç një gjoja garantojnë popullit Kosovës. Qështu ose ma keq. Dhe Gjini, nga që kjo ta themi kështu, se fushata realisht së ndalë kur. Gjatë tërkohës e një nërë dhe në shkurt, gjatë tërkohës kur u bësi kur po dojnë më zhjetë presidentin, ka pas fushat zgjedhore, fushat fajsimit. Po nga kjo që po e shohim dhe i sënë, mas shtatit, a përshkojmë dhe zgjidhjes a zgjedhjeve, dhe qëfar pozicioni ka me pas AKJ-ja? Kjo është prapë... Sepse gjithë kanë me thonë, se ka qenë domethënë për herë parë në historinë ndoshta edhe politike, të gjitha partitë politike shkonin në takime për mos mu marrë vesh, për me shku zgjedhje, dhe të gjitha thonin se bëjnë me zgjedh presidentin. Pra, në mënyrë të paftyrshme, e gënjejnë opinionin publik dhe vetën e tyre. Absolutisht. Tash diqër, në këtë fazë... Ata që kanë shku. Në këtë fazë, roli jam nuk është me e bo orakullin edhe njëherë, as me tregut ardhmen të e këqyrë filgjohin. Jo. As të bo analizë. Nuk jam në periud të analizave. E qartë. Unë jam në periud të punës. Fushatës, po. Shumë kusht tjetër bën analiza, disa i bën analizat shumë të mira, disa ja huqin, nuk ka lidhje, duhet me i bo dhe ato. Unë sot nuk e kam kapelin e analistit, unë sot nuk jam në detyr me bo analiza, sot jam në detyr me ofru opcionin. Qka ka me ndodhë mas tetit, sot mas shumë të varet prej qytetarve, që kanë me marrë vendim, po ndërkohë varet prej nesh, prej meje, prej gjithë politikanëve tjerë, varet prej njerëzve në për studio televizive, se a e kanë për një ma spjegimin, në fund, qysht vendos populli ka me ndodhë, ama një më se harroni. Na jemi kretë, të tonë jemi transparent, veç duhet me navnu veshin pak. Vetë vendosja është transparente, LDK-ja është transparente, PDK-ja është transparente, na jemi transparent. Qa do me thonë transparent? O të ju tregu qka ka me bo nëse i fiton zgjedhjet. Veç apo javdoni veshin. Po thot për i du 60, se po du mu bo vetë kryeministër, edhe nuk thot 60, po thot 60, qysh të diqysh. Unë po du mu bo kryeministër, presidenti du mi pas temin, kryetori në kuvendit du mi pas temin, gjykatin kushtetuesit temin, këshillin prokuroral temin, këshillin gjyqësor temin, e me qëto qka do me boti, nuk e din. Kur ti ki krejt. Nuk din me tregu që do me ndërtu kapacitet energetike.
nuk di me tregu qysh me zhvillu ekonominë, as arsimin, as shëndetësinë, as marrëdhënien ndërkombëtare, as sigurinë me natën. Kur gjë nuk din, vetë që duna me I fitu një herë. Ai tipi është transparent. Ajo të I tregu popullit Kosovës. E çajo formula është formula e cila ka me ta riciklu krizën, si në Skënderaj, si diku tjetër ka me riciklu kriza për shkak se vetë dikush e ka nxjerr veten jashtë ligjit, përmbi ligjin. Nëse kryeministri I Kosovës I thot prokurorit fjalë për fjalë, unë nuk tut na mos me ardh të ti, mos u tut as ti me ardh të unë, duhet me e ditë që dikush tjetër, një ditë caktume, ka me I thonë nëse ti stutesh, stut në asun. Nëse ti si e shku, s'ka me shku asun, se ti si e ma I rëndësishëm se unë. Ka me pas njerëz që dalin jashtë ligjit për shkak se shembullin o ka jep dikush që udhëheq me shtetin. Sakt. Dhe ne po e shohim këtë tash. Kemi me pa ma shumë nëse njerëzit e shohin një person që në mënyrë shumë transparente po ju tregon çka don, edhe prapë mbështesin. Çka? Unë duhna me e dhonë opcionin më të mirin për Kosovën, kom me e dhonë opcionin më të mirin për Kosovën, kom me luftu për me I fitu zgjedhjet, dhe të mvesin sa dojnë a I fiton ajo. Nuk e di a I fitoj, po luftën kom me bo. Edhe në njëjtën kohë, kom me bo luftën jo për unë më u zgjedh diçka. Po vetëm me ja dhonë Kosovës një opcion që nuk e ka pas kur, edhe kur po thom kur, nuk nën kupton që unë kom më konë nëse jom që po bona korrekt me ty tash mos me bo ashtu lasdrimllyqe shumë. Nuk kom më konë as ma I mençmi, as ma patrioti, as ma I dishmi si kryeministër, ka pas para me. Po ka me qenë që ka s'kan pa kur për shkak se në komunizëm se kanë pa hiq, e mas luftës nuk kanë pas rrethana çfarë ekzistojnë sot për me e pa. Për me e pa, çka do me thonë një qeveri e djathtë, e cila për një afat turbot shkurt, një vend vogël si Kosova mundet me nxjerr edhe në disponim krejt tjetër, edhe në zhvillim krejt tjetër, edhe në ato që quhet mood, që e disponimi, me I pa njerëzit të janë nis me besu që ky vend mundet me u bo shumë më I mirë. Me arrit lumturinë të njerëzit, që kaq. Gjini, faleminderit shumë. Faleminderit shumë asë. Turej sukses edhe sekretari I AK-s, po edhe në zgjedhje. Faleminderit shumë. Me sa po shoh Gjini se fundit kur the shkurt, apo thu që modeli I Gjakovës mund të bëjë qeverisjen. Atje besoj që është në gjallë zhvillim dhe është në gjallë optimizëm në qeverisjen tënde. Po thu që një gjë të tillë mund është me bënë në Kosovë. Absolutisht. Domethënë në përmasat të tjera. Përmasat janë krejt tjera. Logjika edhe mundësit janë tjera. Enorm më të mëdha. Absolutisht është e mundshme me nxjerr dikon që u kon gati tu myt. E me e bo numër 1. Duhet vetëm me pas bindjet e caktume edhe me seriozisht me dash vetë qatë punë me bo. Jo me u bo kryetar komune, me premtu çka dushe me I pas 100 mendime tjera për dosene tjera, që shi kanë do. Jo bre një punë, merre qatë punë, me qatë punë, për kushtohu. Nëse nuk din diçka ka njerëz që di nuk o marrë me vetë. Ama duhet me pas me zemër, seriozisht duhet me dash me bo diçka. Edhe modeli është model I nxitjes iniciativës individuale, është I djathtë, është I menaxhimit të ri publik, posta është. Faleminderit Gjini. Faleminderit Astrid.